Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Sali Berisha deklaroi se qëndrimet e kryeministrit Edi Rama në një konferencë ndërkombëtare përbëjnë sipas tij sulm ndaj lëvizjes së protestave në Tiranë. Berisha përdori gjuhë të ashpër ndaj kreut të qeverisë, duke akuzuar për qëndrime që sipas tij janë të papranueshme në një kontekst evropian dhe demokratik. Ai shprehu gjithashtu mbështetje për protestuesit që janë mbledhur prej disa ditësh në kryeqytet, duke i cilësuar si qytetar që po shprehin pa kënaqësitë e tyre. Në deklaratat e tij, lideri i opozitës akuzoi qeverinë edhe për presion ndaj protestuesve, duke pretenduar se po ushtron kërcënime për largimin nga puna dhe intimidimin përmes institucioneve shtetërore. Kanë filluar kërcënime ndaj protestuesve. Personalisht Edi Rama dhe skute e tij marrin familjar, zyrtar dhe i kërcënojnë për largimin nga puna ose largimin e fëmijëve nga protesta. Berisha ngriti akuza edhe ndaj drejtueses së shërbimit informativ shtetëror, duke pretenduar ndërhyrje në çështje që lidhen me protestuesit, akuza të cilët nuk janë shoqëruar me prova publike. Vjollca Huseni që është një shtrig e vërtet. Ju them një gjë unë, në qoftë se ka një njeri shtrig është ajo. Dhe i them që absolutisht do përgjigjesh, do marrësh përgjegjësitë më të rënda për çdo ndërhyrje që bën. Ai gjithashtu e shënjestroi qeverinë, por siç u shpreh, favorizimin e grupeve kriminale dhe lidhje me aktivitetin e palishëm, duke kërkuar që këto çështje të hetohen nga institucionet përkatëse. Nuk kisha ndëgjuar kurrë një grup me 50 tonelata kokainë. Grupi u harrua grupi i Franz Çopjes që kishte 28 tonelata, kjo del grupi i Gjika, Alia e tjerë me 50 tonelata. Që të gjithë të udhëhequr, të frymzuar, të mbështetur nga Ergyll Sagasi dhe Edi Rama. Ai foli sërish mbi çështjen e takimit në Aruba, duke akuzuar ish prokurorin e SPAK Altin Dumani se mban sekrete emrat e zyrtarëve qeveritar të përfshirë në këtë dosje. Ju bëj thirrje mediave të investigojnë për të gjetur qeveritarin e Arubës, sikundër Komisioni i ligjeve të thras me urgjencë, prokurorin e përgjithshëm dhe prokurorin e SKAP-it, pse mbron qeveritarin.